يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, selavatet ja çojna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman xhamatllin të nderuar, kjo është hera e tretë, radha e tretë që flasmi për vlerën dhe për vlerën e prindit dhe respektin e prindërve. Një dy më herët, gjuma më herët të tregum se çfarë vlerë ka dhe si ka kërkuar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam për me respektu prindërit dhe sa urdhër i madh është ky shariatik fetar. Ndërsa tani e vazhdojna përsëri. Vazhdojna me hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi që vjen për Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu, e ai thotë se një njeri tek pejgamberi alayhis salam dhe ai njeri në transmetime tjera është Muawiyatu ibn Hamidah, edhe ai i tha pejgamberit alayhis salam: Ja Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati? O i dërguar i Zotit, a ka mundësi me më tregu mua se cili prej njerëzve, prej krejt njerëzve, meriton mas shumëti që unë të sillem mirë me të dhe ta respektoj mas shumëti atë, cili prej njerëzve? Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha: ummuk, njeriu që mas shumëti meriton mos sill mirë me ta, me trajtu mirë, me respektu, tha është nëna yte. Kjo është e para herë. Ai tha: o i dërguar i Zotit, e kush pas nënës time? Pejgamberi alayhis salam i tha për të dytën herë, tha nëna yte. Pastaj ai e pyeti tha: po kush pas nënës time? Për të tretën herë ai tha pet nëna yte. E pastaj i tha pas nënës ton, pas kësajna e pyeti edhe një herë, tha: po kush tjetër pas nënës? Tha pas nënës tonë. Për të tretën herë, të katërtën herë i tha babai yt. Kjo nuk do të thotë që me ul prindin, babon. Mirë, po kjo tregon se me na bë më shenjë që respekti duhet jetë mas shumëti për këtë njerëzve, ti respektojmë janë prindërit. Mirë, po në mesin e prindërve, me na bënive më shenjë që mas shumëti çka ka hjek për ty, edhe është lodh për ty fillimisht, është nëna yte. Këtë më na bërë më shenjë. Bile disa dietar kur e sqarojshin këtë pjesën, thoshin se ta marrmi me mend. Nëse njëri prej njerëzve kishte me mbajt një guri në xhepin e tij, një guri ko gjë të madh, me mbajt në xhepin e tij për edhe mos me lëshu as në gjumë, as kur qoftë ditën, as natën, as duke u pastru, as të hangër buk hiç, për me mbajt një 9 muaj ditë në xhepin e tij. Mas 9 muajve tha, për sikur të ishte burr, tha, mas 9 muajve çka kishte mendon me kap çat guri, edhe me hedh si larg, sa më larg që ja gjun dora e tij, e pastaj kur t'i bjen qasoj rrugës, përpiqet as kryt mos me laku ka i guri që e ka posur në xhepin e tij për 9 muaj. Ndërsa tha nona yte, për këta pejgamberi e vlerësoj më shumë, tha për shkak se nona yte ka hek mas krejt atyre 9 muajve, jo më konë më të urrejt edhe mos më dosht, por ta afron tek vendi, tek zemra e saj. Pastaj dietarët për neve për më na tregu se respekti i prindërve e ka vleftën më shumë se gjihadi, më shumë se lufta në rrugën e Allahut, nëse lufta është fard kifaje. Edhe më të madhe se kaq e ka shpërblimin me shku në luftë në rrugën e Zotit, ose me ra dëshmor, shahid, duke mbrojt vendin tanë, familjen tanë, nderin tanë, pasurinë tanë, dhe kjo, a disa është e barabartë.
prej shumë të mirë, prej të mirave të mira që ka që me pikën e parë të gjokit tënd, kërë gjënash lyhen. Pastaj, Allahu s'të merr përgjegjësi në ditën e gjykimit, s'pyet hiç, veç të ti në xhennet. Pastaj dëshmon për të afërmit e tu, pastaj të mirat tjera s'po i përmendeshëm. Pas këret këtyre të mirave, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vlerësoi që respekti i prindit është henez më e madhe se kaq. Respekti i prindit dhe mos sjell mirë me prindit, dhe mos me hin hak prindit është më e madhe se kaq. Një hadith erni njeri tek pejgamberi alayhis salam dhe i tha ja Rasulullah, unë ta jam interesuar me ardhë me luftu për hir të Zotit. Edhe që atë lufta baj veç për hir të Allahut dhe të gjoj të mira në ahiret. Pra, ta zonë gjennetin. Pejgamberi alayhis salam çka i tha? I tha, "Wajhak, ahayatun ummuk." Tha mirë ti, a ki nonën gjallë? Ky tha, po, nonën e kam gjallë. Tha atëherë, tha pejgamberi alayhis salam, "Irji fabirha." Atëherë tha, nëse pas ke gjallë nonën, kthev, le luftën këtu, po kthev të nona jote edhe sillu mirë me nonën tënde. Atëherë ai njeriu tha, kur më tha çështu, unë kish na qef se e disha vlerën çka është për me ra dëshmor. Tha dhe shkova pejgamberi tham në anën, isha në njënën krah të tij kur i thash, ma kthej kështu pejgamberi alayhis salam. Shkova tha në anën tjetër të pejgamberit thash, oj dërgumi i Zotit, unë po du me ardh me luftu në rrugën e Zotit, me ra shahid edhe të kam të mira në ahiret, mo ta fitoj xhenetin. Pejgamberi alayhis salam ja tha të njëjtën, tha, "Waj hak, ahayatun ummuk." Mirë për ty. Tha, "Pa e ki nonën gjallë." I thash, "Po, tha, kthev dhe respektoje nonën tënde." Për dytën herë. Por ky apet ishte interesum. Tha dytën herë, tha një herë me njënën anë, një herë në anën tjetër. Një herë tha ashtin tretën herë, tha i dola për poll ose përpara ti krejt. Oj, dërgumi i Zotit, unë po du me ardh me ty me luftu. Edhe me ra dëshmor, edhe me ftu ato shpërblime në dunjë dhe në ahiret. Pejgamberi alayhis salam i tha, "Mirë për ty", edhe për tretën herë tha. "Pa e ki nonën gjallë?" Tha, "Po, kthev tha tek nona yte." Tha, "Kthev tek nona yte, elzim rijlaha fatamel janna." E kuptoi pejgamberi se ai peton xhenetin, pedon xhenetin. Tha, "Kthev te nona yte." Dhe kujdesu mirë për nonën tënde, çatu është xheneti. Kthev, kujdesu mirë për nonën tënde, dhe çatu është xheneti, dhe këtë hadith ka transmetuar Ibn Majah dhe Sheikhul Albani thotë i vërtet. Apo e vreni? So pejgamberi sa ishte interesuar njeriu për me ra dëshmor, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia vlerësoi respektin e prindit, ia vlerësoi henez edhe më shumë. Bëni me transmetim tjetër që Sheikhul Albani ka thonë është i vërtet, ka thonë fe innal jannata tahta rijliha. Pa thonë, i tha, kthev, transmetim tjetër, kthev tek nona yte dhe respektoje atë, edhe nderoje atë, dhe jepi ato çka ajo e meriton, tha se xheneti është nën këmbët e sajna. Xheneti është nën këmbët e sajna, dietarët kanë thonë se kjo don të thotë. Në xhenet e ki vështirë me hi nëse je prej atyre që nuk i respekton prindërit e ty, dhe kanë thonë kuptimi tjetër i kësaj pjese, kanë thonë ndasht me hi në xhenet, ka po, por prindërit e tu dhe respektoj ata. Me i transmetim tjetër, tha pejgamberi alayhis salam, ose në këtë vjen prej Abdullah ibn Amri, tha, erni njeri tek pejgamberi alayhis salam dhe i mori leje, ose kërkoj prej pejgamberit alayhis salam për me shku në luftë në rrugën e Zotit. Pejgamberi tha, "Ahayun walidak." Tash po bi transmetimin me dë. Tha, "A i ki gjallë dy prindërit e tu?" A i tha, "Po gjallë i kam. Të dyt i kam gjallë, jam pak më shumë, por i kam gjallë." Pejgamberi tha, "Fetihima fejahid." Atër nëse ti pas ke prindërit e tu gjallë, shko dhe lufta me dy prindërit e tu. Shko dhe lufta, ose tek dy prindërit e tu lufta. Nëse prindi, sikur ndonjëherë për shembull armikun do të me duru. Armikun ti do të ndoshta edhe me të lagosë armiku ti apet do të me duru dhe me këshyrë dhe me shpëtu veten tënde. Kjo i bjen shko lufta me prindin tan. Edhe nëse prindi të fyn, edhe nëse prindi të torturon ndonjëherë, edhe nëse prindi ndonjëherë të mshon, para pse shko ban luftë aty, me si po don luftë, shko ban luftë me prindërit e tona në këtë kuptim, por sillu fort mirë me ta dhe hadithin transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Një transmetim tjetër vjen prej Aishës radhiyallahu anha. Aja tha pejgamberi alayhis salam,
e posh vetën time, ëndrat e pejgamberve janë të vërteta, janë shpallje. Tha pejgamberi a.s. e posh vetën time në xhennet. Dhe në xhennet u sillsha anekni. Nëse dikush do me ditë kush ka në xhennet, ne I themi se janë disa islamofobës që hisë dojnë islamin edhe se besojnë, a kona e kush në xhennet që me pas apo në atë xhenem? Themi po, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këtë hadith tha pejgamberi alayhis salam, e poshta vetën time në xhennet. Dhe u ana në xhennet anej knej. Kur duke anë tha e nita një zot të një lexuesi të Kur'anit po lexon mirë. Sa që zoni I tij ta tingëllon të mirë tha dhe ta tërhiqke vëmendjen. Edhe unë ju thash atyre që më dërguan atje I thash, kush është ose zëri I kujt është që kë? Ata që ishin shoqëri me mua më thanë, është zëri I Harith ibn Nu'man. Tha një sahabiut, tha është zëri I Harith ibn Nu'manit. Kur I tha kështu, pejgamberi po ja tregon tash këtë hadith Aishës. Kur më thanë që shto, tha pejgamberi selam kedhalikal birru, kedhalikal birr. Po e shemo Aishë. Kjo është mirësia ndaj prindërve. Kjo është mirësia ndaj prindërve që e bani këtë sahabi për me konë për xhenetlive, tha për shkak të mirësisë dhe sjelljes së mirë ndaj prindërve. Aisha thot në këtë hadith dhe ky Nu'mani, Harith ibn Nu'man, ishte që u sillte aq mirë me prindrit, sa që prindin e kishte gjallë, e kishte shëndoshë mirë rahat, por ajo e kapke kafshatën dhe jashtike në gojën e prindit dhe të nanës së vet. Nuk tolerojt që ai me kopas me dorën e vet, po ky jashtike në gojën e nanës së vet. Jo veç kaq, por ndajherë kur rastiske ajo nona vet të hongër këtu ja dhon ushqimin, e thoj ke ndaj urdhër. Edhe në kënë ndajherë s'ja kuptoj ke urdhrin, por aq I vi ke marrë prej nanës vet, aq donte më aqu, mos me aprish qefin nanës vet, nuk I thoj ke që s'pat marr vesh benon çka e ka thu. Me konë kuhën tënë, se halë so pisko, ma t'ja shojna, qka thove o boba në unë, që thove, se s'mora veç, aja s'këto nuk e bajke. Por kur dilke prej ati rejthi që ishte, e që ishin ja motra, ja vlave, ja dikosh e shike të I dhonë, o shqe me dorën e vetë, kur shkajke, kur dilke ashtë, më falë, qka tha be nona, qka u murdra I nona? Kjo ishte pra Harithi, e që kjo u bon sebeb pastaj, kjo vepër e ti, me prindin e ti, u bon sebeb që pejgamberi a.s. e po në xhennet dhe kjo hadith e ka transmetu, këtë hadith e ka transmetu Imam Ahmedi, Ibn Hibani dhe Sheikhul Albani dhe Sheikh Shuaibi kanë thënë hadithi, është I vërtet. Ndërsa nëse njonit don me ju shtu pasuria, nëse njonit don me ju shtu edhe jeta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kushtëzu, ndash mu të shtu jeta, mu të rrit ymrijet, ndash mu të shtu pasuria, edhe këto biliverene. Nëse njonin e ditët e sotme I ka punë si mirë, mendojmë inshallah që ai ka qenë bëmirës ndaj prindërve të tij. Ka qenë që është sjell mirë me prindërit e tij. E Allahu nuk ja hub, por ja kthen ato të mira. Tha pejgamberi në hadithin që vjen prej Anas ibn Malik, tha: "Men ahabba an yumadda lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizqihi falyabir walidayhi." Kush don, tha pejgamberi, ky fjalë e pejgamberit, kush don ta me ju shtu pasuria, edhe kush don me ju shtu edhe jeta e tij, me ju zgjat jeta ata, le të sillet mirë me prindërit e tij. Ndërsa nëse e shihni një njeri që punon natë ditë, kur s'nalet hiç, por s'ka kur gjën dorën e tij, nuk I vjen kur gjën dorën e tij, është si shenjë se ai person nuk është sjellur mirë me prindërit e tij. Këtë hadith e ka transmetuar tash Imam Ahmedi dhe Sheikh Shuaibi ka thënë është I vërtet. Edhe një të fundit po e bi për sot Rasi ibn Omerit. Ishte një ditë prej ditëve ibn Omeri, shok I pejgamberit. Ishte duke bo tavaf. Edhe njëri prej njerëzve të kohës ibn Omerit e kishte marrë nonën e vet në krah. Edhe ja niske bajke tavaf me nonën e vet. Edhe ka bajke tavaf thurke dhe poezi. Sikur tash ato kerët që I bojnë disa, atë s'ka pas në krah e ka marrë nonën e vet se nona e mëshuar. Edhe ja niske thurke poezi. Edhe thujke inni laha ba'iruha al-mudallalu. Unë jam kafsha e nonës time në nështruar. In du'iret rikabuha lam u'dar ahmiluha ma hamaletni aktharu. Poezia arabe. Tha që nonës kur ju edhe nëse I lodhen kam të nonës të sojna, musum lodhen ka me mojt nonën time në shpinën tem gjithë.
për shkak edhe në mendoj që edhe më shumë se sa që më ka mojt mu kur jam kon i vogël, kështu i tërë poezit. E po Ibn Omeri, vepër e mirë. I tha Ibn Omeri, i tha ai ju drejtu Ibn Omeri, sa Ibn Omeri tash u vjetrua dhe ishte kuka ati zamanit, edhe i tha o Ibn Omer, shok i pejgamberit, a jam duke ja dha hakun në nëstime unë që tashtë, që mo pe boj, rane këtë në regull, po dhe po kënëj bili, poezi, po thuri, une që hisë për manim se e kam ranë, a jam të ja dha hakun, tha Ibn Omeri, la, u ala zefraten wahide, jo, kuptimi sot, mirë të kjetë të bo, ti vazhdo se mirë jetë të bo, ama nuk jetë të adhon hakin as një pëshertime, as një tingli, as një vujtje të vogël që ka pasur nana jote për ty si të plëcu, por mirë është veç vazhdo të kështu ju drejtu Ibn Omer dhe kë lajmë është në Akhbar Mekke edhe në vendet e tjera. Në alusmi Allahun Azza wa Jall, që të na banë prej atyre që i respektojnë prindërit tonë. Të na banë prej atyre që me prindërit tonë atje në xhennet takohemi. Lusmi Allahun Azza wa Jall të na fort na mëshiron neve dhe prindërit tonë. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.